me tregu drejt është një temë shumë ma e gjanë, po punona me këtu në Kosovë, është fjala me pikat shkurta. Është do gjone që shpo e shoh une, është mendimi jam, dikush tjetër mund të thonë ka gabim ose ku diun, po do gjona të aspekti artimit po vrej që po shkojnë mrapsht. Domethënë nuk po vlerësohet arti vërtet, puna vërtet e aktorit, pra nuk po vlerësohet, thjesht po këshyhet vetëm parja, edhe kush po pagu më shumë, edhe të cilë domethënë edhe regjisorët e producentat që po e bojnë një projekt për shembull nuk po e filtrojnë sa duhet edhe me marrë njerëz adekuat për me bën atë projekt për shembull. Sheh që shoh plot me cek me emra projekte filmike këtu në Kosovë për shembull që realizohen seriale këto domon persona që nuk kanë lidhje me aktrimin, vetëm i kanë marrë, i kanë qitë që aty sa me kry, domethënë janë 3-4 figura që luajnë rol, domethënë tjerë thjesht nuk është sistemi i seleksionimit nuk është i përcaktuar si duhet. Në Amerika normal që është tani filmit është shumë më përpara edhe ku pas fatin unë me pas se që shkon edhe këtë procesi. Këtu mendoj që duhet më rregullu çaj sa, domethënë aktori që është aktor tamam duhet me ju dhon puna për çatë rol, jo veç dikush, këtu çdo kush po mund me bën një film, veçet në YouTube ose pja jep televizione, veç pse i ka parat e ka qiru, as nuk shiqohet, domethënë si kualiteti, si puna, si arti, thjesht nuk ka seleksionim, nuk ka dikush që i kontrollon këto sene, domethënë me kështu se çka po lancohet. Ndoshta edhe produksionet e bojnë përfitime personale, thjesht e marrin ndoshta një aktor apo një aktore që nuk është fytyrë publike, dojnë me kyç atë, edhe ndoshta jo që e paguajnë, po ndoshta edhe ju jep ai aktori pare vetëm u fut në film edhe janë super përfitime. Ndërsa te cilësia është jo e mirë. Po çajo është se këtë një fjalë çka të jep edhe merr. Edhe te ky aspekt ndoshta ka edhe që dhojnë vetëm për me lujt, ka njerëz që e financojnë për shembull për me mujt me lujt ose diçka, po thjesht unë mendoj që ky sen duhet mu rregullu se thjesht çka po bëjmë, çka po prodhojmë. Domethënë këshyri filmat e shteteve tjera, për shembull projekte e shteteve tjera, klojnë pamend për shembull. Këtu janë tralla në Kosovë për shembull projekte filmike që po bëhen që mundesh me thonë për një meç, po ja vleka me pa. Domethënë janë bërë shumë seriale, janë bërë shumë filma, domethënë që pa kurfar kriteri, domethënë vetëm nuk e di, po thjesht çështu pe shohin edhe po ja mendja, po do të mendoj edhe ky sen që me u filtru, domethënë edhe kjo punë që edhe masa të ardhmen e kupton se kush po bën projekte të mira edhe kush jo. Mu për shembull në Kosovë kanë thirrë shumë projekte me marr pjesë, po thjesht nuk kom pranu ende se kupton që duna hala me punu në aspektin general në shumë gjona tjera, më të mëdha që me mujt manena kur të bëj diçka këtu, domethënë në Kosovë me kanë diçka që ka me mirë histori, edhe ka me kanë shembull, për shembull se që ka më herët Halil Budakova për shembull, Kijever Petrovci, shumë aktorë tjerë, për shembull që janë figura të cilët kanë punu me të vërtet në kushte të jashtëzakonshme, në kushte shumë të këqija në fillimet e tyre, që me nejt me ta tregojnë hjekijat e sane për shembull. Në Amerikë nuk i kanë aktorë këto hjeki që kanë pas, dhe prapja kanë dalë. Po sot gjithë se cili merr pjesë një epizod dikun që aty me një serial dhe thotë jem aktor, këtë në rregull, suksese, po mendoj që shumë shpejt po më rregullu edhe ky sen, se thjesht edhe te mënyra e seleksionimit të aktorëve. Domethënë duhet me shku në një mënyrë me u kriju audicionet adekuate edhe me qenë ma mediatike çdo serial, çdo film, çdo dokumentar që del, me pas platformën ku me u plasu, që njerëz më interesu, me hap ma shumë shkolla të aktrimit, që njerëz kush don më marr me aktrim për shembull me u shkollu si duhet, me marr hapat si duhet. Nuk është e thonë me kry fakultetin e aktrimit patjetër edhe se aktorët edhe lind. Nuk kupton. Është diçka që dikush e ka vetë për natyrës, po thjesht prapë të vjen një lloj shkollimi me mësu gjanat teknike se si bën tek bën e këtë ato. Po mendoj që ka më rregullu edhe kjo. Paul, te cek edhe ma herët që askush nga familja nuk ka qenë pjesë e showbizit. Si erdhe që ti të merresh me aktrim?
shpluash në projekte të ndryshme, ishte një vendim momental, apo ishte ëndër nga fëmijëria? Jo, qysh fëmije kom pas, ashtu si merak që thëmë na, edhe e kom pas që pom tërhek, edhe që kam tërhek të aktrimi është që mund është përmes aktrimit me përqu shumë mesazhe edhe mund është me përqu shumë emocione të njerëz. Unë kam një sen që pëlqen me i bo njerëz në mirë, me i prek emocionalisht për të mirë edhe që ato qoftë edhe aktrimi është një fushë e cila ta jep atë mundësinë, dhe me thonë, si çdo fëmijë unë kom pas hëndër me qenë ushtarak, me qenë polic, me qenë njësi speciale, me qenë film akcion, me vetura të shpejta, me këto, edhe aktrimi ma ka mundësu, dhe me thonë, me i provu këto, edhe në projekte që ku marrë pjesë në Amerikë, për shembull, dhe këtu, është një punë që e bëj me qef, dhe thonë, edhe kur farë pagese mos me marrë, unë për shembull për aspektin e aktrimit, unë thjesht nuk e bëj për parë, e bëj për qef se e shijaj, dhe thonë, çdo projekt që kom marrë pjesë, kom shiju, e kom bo me shpirt, me zemër, se e di që kur t'i bëj disa vjetë, që të plakëm, e të shoj televizorin edhe i tregoj djalit, nipit, kur kam qenë i ri për shembull se ku kam marrë pjesë, është thjesht histori, mbetet. Cili ka qenë projekti i parë që keni marrë pjesë dhe si një ndi në atë projekt, me qenë se ka qenë hera jote e parë se aktor? Është konë shumë stresuse qatë kohë, ma i menë se do kështë shumë stresuse se e thjesht nuk e ku pas më mbështetjen e askujt dhe krejt rreth kanë qenë shumë skeptik në këtë aspekt se thjesht kanë mendu që vetëm jam të bon ajgare që thujmë na shaka se nuk e kam për një me. Edhe jom përgadit ku shku në shkollë të aktrimit atje në Amerikë dhe ju mënu me përgatit vetin, se s'kom shku gjatë, gati një vit, po thjesht ka interesu në Amerikë ke përfundu shkollën në Amerikë, po. Edhe ka interesu me ditë se si shkon atje. Edhe kur kom apliku për rolin e parë, do shkon në moment që nuk e harroj kurrë, do se im ka një vetmi që kom besu, do me thonë, tamam, kështu 100%, se edhe shoqja, po edhe rrethi atin, po rrethi ngusht, shoqja që do mos kërkon me mu prej fillimit, po unë e di që njeri jetës partnerit më mbështet në çdo aspekt, po vetëm ti mrena e din 100% a je, a nuk je. Për shembull, unë kam bindje vetëm që jam 100% për çat punë dhe kur kam shku e kam bë me tamam kam qenë i përgatitur edhe kam arrit me marrë rolin e parë si një aktor që s'ka përvojë, domethënë nuk ka background, nuk ka marrë projekte tjera dhe roli i parë domethënë që kam marrë ka qenë në ka ndodhur 2 rolet i kam marrë në brenda një kohë shumë shkurt, brenda 3 muaje, domethënë te filmi Benita që del me datën tash 24 maj. Është premiera edhe Philadelphia është seriali në i qytetit atje me polici me këto. Në të njëjtën kohë kam marrë 2 role dhe shkon diçka e jashtëzakonshme. Edhe se harroj kur ato momente. Pastaj pjesa tjetër ka qenë histori. Sa je i kënaqur përgjithësi me veten dhe punën cilën e bën? A kishte ndryshuar diçka te vetja jote? Vend për ndryshim ka çdo herë, ka gjithmonë. Njëri sa më herët nuk duhet më kon kurrë i kënaqur, ashtu falendërues po më i kënaqur jo. Edhe normal që çdo ditë punoj me ndryshu vetën për të mirë, edhe me përgatit sa ma shumë vetën në çdo aspekt. Unë merrem me patundshmëri, edhe biznesin e familjes që e kemi, po gjithmonë ka vend për përmirësim, ka vend për produkte të reja, për metoda të reja të marketingut, metoda të reja të biznesit, të punës, të kontratave e çdo sen tjetër, domethënë çdo herë do është më konë i përgatitur. Cila është një veti e jotja e mirë, edhe cila është një veti e jotja e keqe që kishi dasht me ndryshu? Me ndryshu? Veç mos thuj që jam i përkrym. Ja, s'ka një përkrym. Një veti e mja mirë është besoj që kjo energjia që e kam.
dhe me thonë, mënuna me rujt atë energjinë e mirë, atë pozitivitetin, dhe me thonë, edhe me çdo njeri që rri, kam dëshirë me përqu atë energjinë që ka shpresë, edhe ka me bo mirë, edhe me ja hek njerët atë stresin e jetës, të punës, e krejtë, dhe me thonë, nashta që ata 5 minuta, 10 minuta që rri me dikën, ka këthirë me ja përqu energjinë e mirë që me thonë edhe ai person që pas ka jetë, pas ka gjona të mira, edhe pas ka me u bo mirë, edhe veç dura me punu fort, me ecë fort, edhe se ka me mri, ka me adal. Vetit këqia, nuk e di, ndoshta ka njëherë që besoj shumë, aty këtu, ndoshta i shkon mirë me hek, atë veti, po prap e shoh si veti e cila të vynë gjatë të jetës, të mëllon se të mësën, është si një lloj çekiçi, kështu që aden të rrinë mbrapa edhe nuk të len që është ajo fjala Zot mësë më len me harru. Edhe kjo punë çështo është. Beson është atë dikush, e sa që nuk është qashtu edhe po prap e kupton që duhesh me qenë gjithmonë i kujdesshëm, me kanë po punon, me kanë po ecë përpara edhe çka po don me mri në jetë.